Përse? Në konceptin islam, bashkëshorti dhe bashkëshortja shikohen si plotësues të njëri tjetrit, jo rival brenda familjes. Po deri kur? Tani, kur themi si plotësues të njëri tjetrit, në konceptet e tjera fetare thuj se nuk njihet divorci. Në islam njihet si koncept. Në islam njihet si koncept. Po njihet si pika... Për këto arsye, pra për arsye që në moshën 50 vjeçare ndihesh i papërmbushur, se nuk njihet për këtë arsye. Nuk ka raport me moshën, tani fillon klasifikimi, pas sa kohë dhe na vjen pas 70 viteve, se ndodh. Ose koncepti i ndarjes është që do të thosha mos suksesi ose paqartësia që kanë pas që kur janë bashkuar. Gjitha rastet është një lloj traume, sa do e vogël apo e madhe, por si çdo lloj ndarje që nuk do e uroja askujt, ajo që unë dëshiroj të theksoj është një thënie Muhamedi që thot në jetën bashkëshortore, bashkëshorti më i mirë është ai i cili sillet më mirë me bashkëshortën e tij. Pra për të vlerësuar një burr i mirë ose një po themi mashkull i mirë apo është vlerësimi një burr i mirë, po e mbyllim, është kriteri i vlerësimit është se sa i mirë është ai në raport me bashkëshortën e tij.